faktikisht në kuptohet që në këtë kopshin Amerikan do të ketë metoda, teknikë, metodologji që janë më të avancuara, por duke u bazuar në kurrikulën dhe standardet e Kosovës. Ky kopsht afron shumë ma tepër kreativitet, zhvillim social emocional, pastaj lojra të ndryshme me materiale të ndryshme recikluese. Metodologjin nuk kemi fokusu vetëm në një metodologji, po është gëshëtimi i disa metodologjive për shkak të pajisjeve që janë sjellur nga Amerika. Pajisjet krejt janë të testuara, faktikisht pasi kanë të bëjnë, po mendoj, lojrat me fëmijë. Pra gjitha lojrat, pajisjet janë të sjellura direkt janë të sjellura nga Amerika. Nëse flasim, kjo ka me qenë pakës më ndryshe në gratin. Cili mund të jetë dallimi mes një kopshti tradicional? Dallimi mes kopshtit tradicional dihet se edukatori çdo herë ka mësu, fëmiu ka ndëgju dhe ka përsëri. Ndërsa në kopshtet, po mendoj, në kopshtin amerikan, fëmiu ka me qenë në qendër të nxënit, pastaj përmes lojës, ka me eksploru, ka me përmes përvojave. Pastaj aktivitetet kanë me qenë të përshtatshme për nevoja dhe interesat e fëmijëve. Një ndër to rol të rëndësishëm do të ketë edhe mjedisje, ku fëmiu do të ketë një hapësirë të mjaftueshëm për eksperimentim, eksplorim, e kështu të me radhë. Po pse bashkë është e rëndësishme kjo periudha e fëmijëve 0 deri në 6 vjeç? Çfarë është e rëndësishme për komplet jetën makutje? Kjo mosha 0-6 është një etapë shumë e rëndësishme për fëmijët, sepse është një bazament kryesor që zhvillohet fëmiu gjatë gjithë jetës së tij, sepse zhvillohet truri ku i akcepton me njëherë të, po mendoj, të mësuarit, zhvillohet zhvillimi emocional, social, mandej zhvillimi i gjuhës, zhvillimi i komunikimit, mandej përmes lojës, si se ceka, fillon kreativiteti, imagjinata të menduarit. Zonja Bajraktari, keni sjellur pra këtë koncept amerikan nga përvoja juaj në Amerikë, nga analizat në Amerikë, edhe interesante për më që edhe pajisjet kanë ardhur nga vetë Amerika. Nuk është që kam pas eksperiencë me moshë vegjla, po kur e kom bo një part në lumëtimin në Kosovë, kom pa që ka shumë edhe kërkoj falje se unë e gjuhë Shqipe nuk e flasë shumë mirë, po këmundona ka mungesë përsores të këtyre koncepteve ma perindimore? Po, ka shumë mungesa, edhe kom bo disa... Do të ke bo analizë edhe mbi kopshtet në Kosovë? Në kopshtet e Kosovës edhe kom pa që pak kemi nevojë për diçka ma mirë, ma kreative, mi dhonë hapësirë fëmijut, me mësu mes lojrave, ju vetëm më ndëgju dhe si që zonja Julieta. Po, e tha. Ndërkohë, çfarë mund të presin saktësisht të prindrit që fëmija i tyre mund t'i përjetoj gjatë ditës në një kopsht të tillë? Në kopshtin amerikan, pritshmëritë e prindve duhet të janë, kemi të përdorur një platformë ku prindit kanë të qasin kanë me pas përmes platformës, ku aty është, po mendoj, rutina ditore, gjumi, mandej aktivitetet, fotografit, mandej plani ushqimor, vjeshmëria, këtë komplet. Këtë gjithë shka? Po, gjithë shka përmes, edhe komunikimi përmes qatit do t'jetë.